Do të hapim në këtë video dosjen e një prej çështjeve më të errta dhe më metodike për nga veprimtaria që njohun ndonjëherë bota. Një çështje ku pasuria mitike dhe pushteti blinin heshtjen absolute. Dua të imagjinoni skenën që do ju përshkruaj në vazhdim. Po gdhihej mëngjesi i një të hënë korriku, e vitit 2020. Gjendemi në qytetin e vogël, me pak banorë dhe të veçuar, Brantford në shtetin e New Hampshire. Pylli ishte imbuluar nga mjegulla e dendur dhe qetësia absolute u ndërpre papritmas nga zhurma e një konvoj automjetesh. Një konvoj me 15 automjete të institucioneve federale, që hynin në qytetin e vogël me drita të fikura, dhe më pas u drejtuan drejt një rruge dheri të Washingtonit lindor. Drejtuesi lokal i policisë ishte lajmëruar prej orës 4:30 të mëngjesit për t'i çuar agjentët në vendin e objektivit të tyre. Në qiell fluturonin thuajse 30 aeroplan të vegjël dhe helikopter që mbikëqyrin perimetrin, duke ngushtuar lakun e padukshëm të një çështjeje të errët. Objektivi i tyre ndodhej në krye të Kodrës. Bëhet fjalë për një pronë të veçuar private, me një sipërfaqe 156 hektar. Në qendër ngrihet një banesë druri, godim borgjeze në dukje, me dritare të mëdha që shohin drejt thellësisë së pyllit. Prona u ble në dhjetorin e një viti më parë, në shumën $1.750.000, që u pagua tërësisht në kash, mes një kompanie vitrin, me emërtimin Granite Reality, për të fshehur blerësin real. Për ata pak banor vendas, banorët e rinj ishin banor hije. Ishin prezantuar në të shkuarën si çift britanik me pseudonimet Janet dhe Scott Marshall. Janet thoshte se ishte gazetare që kërkonte privatësi maksimale, dhe kjo privatësi ruhej me smasash drastike, me roje special nga ish-forca speciale britanike, të cilët bënin edhe pazare. Ajo, pseudo-gazetaria, nuk dilte kur jashtë. Në orën 8:30 në mëngjes, agjentët mbërrin në portën e jashtme. I bien me forcë dhe njoftojnë për prezencën e tyre. Asnjë përgjigje, por në një dritare, agjentët dalluan një siluet femre. I thanë që të hap derën, por ajo u ktheu shpinën dhe rendi në brendësi të vilës duke mbyllur një derë nga pas. Agjentët nuk pritën, thyen portën, hyn brenda dhe e gjetën në një dhomë të veçuar dhe mbi zyrën e saj gjetën diçka, që dëshmon panikun absolut të muajve të fundit të saj në atë banesë. Ishte një pajisje telefoni celular, i mbështjell në letër alumini, në shtresa të shumë fishta. Ishte një përpjekje thuajse amatore për të bllokuar valët e telefonisë nga antenat dhe për të vështirësuar sistemin e gjurmimit, por që me sa duket nuk rezultoi efikase. Gruaja me aksentin britanik nuk quhet Janet Marshall. Emri i saj real është Ghislaine Noe Marion Maxwell, dhe në atë moment jeta e saj mbërri në fund. Por që të kuptojmë se si kjo grua u gjende ndjekur në pyjet e New Hampshire, teksa mbështillte telefonat me letër alumini, duhet të kthejmë kohën prapa në një botë krejt ndryshe, të krijuar me tituj, grada, pasuri, luks dhe arrogancë të pakufi. Ghislaine Maxwell u lind duke u gdhir Krishtlindje, më 25 dhjetor 1961, në Francë. Ishte fëmia e 9 dhe më e vogël e familjes. Pika e dobët e babait të saj Robert Maxwell, që nuk ishte një njeri rastësor. Ishte një maniat i plotfuqishëm britanik në sektorin e publikimeve dhe mass medias, i lindur në Çekoslovaki, por që rriti vajzën e tij në një vilë me 53 dhoma në Oxford. Marrëdhënia e tyre përshkruhet nga shumë biograf si asfiksuese. Robert Maxwell ishte një njeri despotik, të cilin bashkëpunëtorët e tij e cilësonin si të ashpër, duke përshkruar akoma edhe si përbindësh, që kërkonte bindje absolute nga të gjithë. Sipas psikologëve që analizuan më vonë potencën dhe sintezën e kësaj familjeje, që do të thotë se Ghislaine u rrith si një princesh në pengmarrje, që e vogël mësoi të mbarte sjellje prej të pushtetshmi dhe të besonte se ajo që kërkon dhe dëshiron i ati është e drejtë. Për t'i treguar preferencën që kishte për të, i dha emrin e saj jahtit të tij hiperluksoz. Një pallat gjigant lundrues, me emrin Living Ghislaine, që kishte jacuzzi, sauna, deri dhe disko private. Atje Ghislaine e mësonte se si funksionon pushteti, larg syve të njerëzve të thjeshtë. Veç se në nëntorin e vitit 1990 e një gjithçka shkatërohet. Robert Maxwell gjendet i vdekur. Trupi i tij u gjend të pluskonte në ujërat Atlantikut, pranë ishuve Karaibe, teksa ishte rrëzuar nga pjesa e prapme e jahtit që mbante emrin e vajzës së tij. Vet Ghislaine lexoi fjalën mortore të familjes përpara kamerave me zë të thyer. Vdekja e tij sill në sipërfaqe një skandal të përmasave, teksa kishte zhvatur $100 milion nga fondet e pensioneve të kompanieve. Pa pasuri dhe me emrin e saj të damkosur në Britani, Ghislaine largohet për në Amerikë, në New York, por i ka mbetur diçka e çmuar, katalogu i telefonave të atit dhe format e sjelljes. Ajo di mirë se si hapen dyert e rënda dhe të mëdha të salloneve të elitës amerikane.
Dhe diku atje, në dekadën e viteve 90, hyn në jetën e saj Jeffrey Epstein, me një pasuri mitike, por pa lirshmërinë në marrëdhënie sociale dhe pa vlerësimin e dëshiruar në rangjet e larta të elitave. Ai ka parat, ajo ka lidhje dhe bëhe me njëherë të pandashëm. Fillimisht si miq, më pas si diçka më e errët, bëhen administratorët e një sistemi të sëmur. Maxwell merr përsipër rolin e zonjës së shtëpisë. Organizon jetën e tij, kontrollon pasuritë e tij të palujtshme, menaxhon personelin. Shikoni si jetonin këta njerëz, pasuria nuk ishte thjesht luksi. Pasuria ishte instrument shantazhi dhe formë për të tërhequr vëmendjen, për të shkuar nga njëri pallat i tyre tek tjetri. Përdornin aeroplanin e tyre privat. Piloti dëshmoi më vonë detaje rënqethëse dhe tronditëse nga jeta e tij si piloti Epstein. Aeroplani Boeing 727 nuk ishte një aeroplan i thjesht jet. Ai kishte në brendësi të tij një sallon të madh, me 3 divan, një dhomë rotond, një dhomë tjetër të kompletuar me gjithçka të kuqe, që funksiononte si zyrë për Epstein, dhe në pjesën e prapme një dhomë gjumi, me krevat doppio dhe tualet private. Në këto mjedise u gjend edhe një tjetër instrument me vlerë i Maxwell, libri i vogël i zi, një katalog telefonash me 97 faqe, të cilin e zbuloi policia dhe ku kishte 1571 emra, mes tyre miliarder, politikan, princesha dhe princer, njerëz të famshëm, të regjistruar të gjithë me kujdes nga vetë Maxwell. Ky libër ishte bileta e tyre për imunitetin e plot dhe vlen të theksojmë se prej tyre asgjë nuk i lije rastësisë, asgjë. Kur Maxwell mori përsipër administrimin e shtëpive, vendosi rregulla ushtarak, hartoi vetë një udhëzues prej 50 faqesh për personelin, me qëllim, siç vetë shkruante, për të përmbushur nevojat e zotit Epstein, të zonjës Maxwell dhe të ftuarve të tyre. Ishte ajo që caktonte preferencat e mëngjesit, shampot e shtrenjta dhe vajrat e masazhit që duhet të gjendeshin gjithmonë në dhomat e vilës në Palm Beach. Personeli ishte i detyruar të mbante bloqe shënimi me dimensione të caktuara, që shkruanin nga jashtë Ghislaine Maxwell dhe Living Ghislaine. Por rregulli më i errët i udhëzuesit nuk kishte të bënte me pastërtim, por kishte të bënte me heshtjen. Në faqen 49 udhëzuesi i personelit shkruante me gërma kapitale: kur mos flisni për aktivitetin, apo për vendodhjen e zotit Epstein apo të zonjës Maxwell, tek askush. Rregulli brenda shtëpisë ishte më së qartë. Nuk shikoni asgjë, nuk dëgjoni asgjë, nuk thoni asgjë. Ish shefi i vilës, Juan Alessis, vërtetoi në gjykat tmerrin psikologjik. Vet Maxwell i kishte dhënë urdhër të mos e shikonte kurrë Epsteinin në sy. Roli i personelit ishte që të ishin të verbër, shurdh dhe me mec. Alessis deponoi se rregullisht zbulonte orendi përdorimi erotik, të lëna për bri krevatit të masazhit, të cilat duhet i lante dhe t'i vendoste në banjën personale të Maxwell. Ky regjim heshtjeje ishte velloja nën të cilën u ngrit një mekanizëm industrial shfrytëzimi. Nga viti 1994 deri në vitin 2004, veprimtaria e tyre është e frikshme për nga metoda e organizimit. Epstein ishte receptori fundor, ndërsa Maxwell ishte qelësi, ishte ajo manipulonte viktimat. Viktimat nuk përzgjidheshin rastësisht. Ata kishin për objektiv vajza 14 deri në 16 vjeç. Shumë prej tyre vinin nga familje me një prind, apo nga mjedise me vështirësi ekonomike. Nëse do ju afrohej një burr në moshë si Epstein do të trembeshin. Por nuk u afrohej ai. U afrohej dhe i bënte për vete një grua me aksent aristokratik anglez, buzëqeshje të ngrohtë dhe lirshmëri në gjeste dhe prezencë. Maxwell ju fliste për shkollën, për ëndrat e tyre, i çonte për shopping, në kinema, ju premtonte mundësi. Bëhej kështu një mentore. Krijonte pra iluzionin e mbështetjes dhe mbrojtjes absolute. Pasi sigurohej besueshmëria nga ana e viktimave, hynte në fjalorin e komunikimit, fjala masazh. Ju ofronin vajzave të mitura $100 cash për t'i bërë një masazh zotit Epstein. Dhe për një fëmijë ato para ishin shumë. Kur vajzat mbërrinin në dhomat e masazhit, prezenca e Maxwell në dhomë funksiononte si element sigurie. Prezenca e një gruaje në moshë, që sillet sikur gjithçka që ndodhësh normale, asgjësonte instiktet e vetëmbrojtjes, apo rezervimit të miturave. Maxwell fillonte më pas të diskutonte tema seksuale në sy të vajzave me Epstein, deri edhe zhvishej, për ta bërë situatën të duke ekcentrike, deri kur kufit shkeleshin dhunshëm dhe vajzat binin në kurthin e shfrytëzimit seksual. Le të kalojmë tani në dimrin e vitit 2021, në sallën e gjykatës federale në Manhattan. Prokuroria merr një vendim strategjik, nuk fton me 10 viktima, fton vetëm 4 gra, 4 zëra, të maturuara tani më për të përshkruar purgatorin e adoleshencës së tyre. Dëshmimtarja e parë me pseudonimin Jane, mban mend verën e vitit 1994,
Ishte në një kamp artistësh kur Maxwell ju afrua miqësisht, teksa nxirrte xhiro që nushin e saj. I foli për një bursë dhe e ftoi për çaj në Palm Beach. Jane dëshmoi se për 3 vitet e ardhshëm e çonin tek Epstein çdo 2 javë, dhe përshkroi se Maxwell qëndronte në dhomë dhe jo vetëm kaq, merrte pjesë në akt. Dëshmitarja tjetër Kate, e njohur në Paris zonjën Maxwell, e cila e ftoi në Londër, e prezantoi me Epstein dhe që në takimin e parë, pasi vajza u largua nga banesa, Maxwell i telefonoi dhe i tha se një masazhiere me të cilën kishin lënë takim e anulloi takimin, dhe ju lut nëse mundej të kthehej për ta ndihmuar. Dhe kur shkoi në banesë, Maxwell e futi vajzën në një dhomë ku Epstein e priste i zhveshur. Carolyn, një tjetër dëshmitare, mban mend se si Maxwell i kontrollonte trupin para një takimi. Më pas i prekte gjoksin dhe vithet duke i thënë se kishte një trup të përsosur për zotin Epstein dhe miqtë e tij. Maxwell pra, ishte ajo që mbyllte personalisht takimet. Në fund, Annie, e vetmja që dëshmoi me emrin e saj real, në moshën 16 vjeç shkoi në vilën e New Mexico. Ndije e sigurt me që do të ishte edhe një grua me të, zonja Maxwell. Por ajo vetë më pas do i kërkonte të zhvishej, e çoi në shtrat dhe filloi ta prekte. Nuk ishte thjesht një vëzhguese. Ajo ishte arkitektja e tmerrit, dëshmoi Annie, dhe që përshkrimet të bëheshin tërësisht të kuptueshme nga dëshmitarët, prokuroria solli në sallën e gjyqit një krevat masazhi, që ishte konfiskuar nga vila e Epstein, duke u sjell përpara si një argument dhe fakt kokfort, edhe pse të paz. Teksa vitet kalojnë dhe dëgjoni këtë histori, ndoshta pyesni veten se si mbjetuan kaq vite. Në vitin 2006 FBI çeli hetim zyrtar dhe në vitin 2008 Epstein dënohet, por me një dënim qesharak nga gjykata në Florida, vetëm me 13 muaj burgim. Por libri i famshëm me emrat e miqve kishte rrjedhur tashmë si informacion dhe kjo ishte pozitive. Në vitin 2016 Maxwell detyrohet të dëshmojë në kuadër të një padije civile. Atje bëri lojra fjalësh me avokatët dhe në betim, tha se kur nuk kishte marrë dhe shoqëruar në banesat e tyre, ndonjë vajzë në moshën 18 vjeç. Këto mashtrime të regjistruara zyrtarisht ishin ato që më vonë do i sillnin akuza nga më të rëndat, përveç asaj të dëshmisë së rem. Paralelisht Maxwell kupton se duhet të ndryshojë qëndrim social dhe publik. Distancohet nga Epstein dhe vetë gjen veten si aktiviste për çështje të mjedisit. Në vitin 2012 themelon organizatën Jo Fitim Prurse Terramar, me objektiv të deklaruar statutor mbrojtjen e oqeaneve. Ishte një biznes i stisur shkëlqyeshëm për të pastruar emrin dhe të shkuarën. Të dhënat nga zyra e tatimeve treguan se nga viti 2013 dhe deri në vitin 2017 organizata nuk kishte dhënë asnjë dollar donacion për mjedisin. Me lokomotiv organizatën Terramar, Maxwell penetroi sërish në sallonet e shtresës së lartë. Fotografohet në Kombet e Bashkuara në vitin 2013 dhe në vitin 2014. Jep intervista për krah diplomatësh, financohet nga miliarder dhe shfaqet në ekranet e mëdha. E shkuara e errët i duket sikur është larg. Deri në korrikun e vitit 2019, në periudhën e presidentit Donald Trump, kur Epstein arrestohet sërish. Kësaj here arrestimi bëhet në New York dhe disa ditë më pas, Maxwell mbyll me shpejtësi skëterë organizatën Terramar dhe zhduk gjithçka. Në gusht, Epstein gjendet i vdekur në qelinë e burgut. Pas kësaj, të gjitha vështrimet hidhen drejt saj. Ajo lëviz dhe ndryshon vendbanim në mënyrë të vazhdueshme, deri në momentin e arrestimit të saj në Hampshire, në pronën private. Ora e së vërtetës mbërriti në nëntor të vitit 2020 e një në gjykatën federale. Maxwell qëndroi në bangën e të akuzuarit, me maskë në gojë, duke shkruar vazhdimisht shënime në letra të vogla të verdha, duke buzëqeshur si të ishte në ndonjë parti. Përqafonte dhe fliste me avokatët, një qëndrim i sfazuar. Mbrojtja e saj, javën e parë u përpoq ta paraqeste si viktim. Avokatja e saj deklaroi në mënyrë provokuese, duke thënë: "Prej kohës kur Eva u akuzua se mashtroi Adamin me një moll, gratë akuzohen për akte që kanë kryer burra." U përpoqën të thonë se Epstein u përpoq të manipulonte dhe mashtronte këdo, deri edhe atë vetë. Veç se gjyqtarët dëgjuan dëshmitaret dhe jo fjalët e reme të Maxwell. Pas 40 orë diskutimesh dhe shqyrtimesh, në dhjetor 2020 një vendimi i gjykatës doli unanim. Maxwell cilësohet fajtore në 5 nga 6 akuzat e ngritura. Më 22 qershor 2022 gjyqtari, Alison Nathan shpall dënimin dhe Maxwell dëgjon vendimin. Burgim izolim 240 muaj. Do me thënë 20 vite të plota në burg federal dhe një gjop për $750.000. Pas gjyqit, kushtet e burgimit të saj u bën temë bisedash. Përtej ankesave të saj për izolimin në Brooklyn, u transferua më vonë në një burg federal të sigurisë më të ulët, në Texas. Në shkurt 2026, në një përpjekje të fundit zhgënjyese,
u thirr për të deklaruar përpara Kongresit Amerikan. Mohoi të përgjigje përballë politikanëve, duke ju referuar të drejtës së heshtjes bazuar tek amendamenti i 5, por duke lënë të hapur klauzolën se mund të flasë nëse jepet falje nga presidenti. Akoma edhe brenda nga qelia, përpiqet të shkëmbejë sekretet e saj të mistershme me lirinë e saj. Duke mbërritur në fund të kësaj historie, nuk ka nevojë të nxjerrim konkluzione të mëdha. Nga sallonet e Londrës, nga ploret e jahtit luksoz, nga aeroplanët privat, nga ishyt dhe sallat e kombeve të bashkuara, Ghislaine Maxwell u gjend prapa mureve të një burgu në Teksas. Kjo nuk është thjesht historia e një aktiviteti kriminal. Është shfaqja e një sistemi të tërë të ngritur për të mbrojtur imoralitetin me pasmore pasurinë. Por në fund, ajo që mbeti ishte zhurma e vrazhd e derës së qelisë së burgut, dhe zërat e vajzave që u bën gra dhe që nuk heshtën kurrë. Mast Channel. Please subscribe.